fjalë për vendet e Bashkimit Evropian që janë shumë herë më demokratike se ne dhe shumë herë më përgjegjëse ndaj elektoratit, popullit tyre si thua, kështu që kjo është forma moderne e revolucionit, masiviteti që kërkon fundin e një sistemi. Dhe treta është Shqipëria e re. Pra një thirrje që e përcakton atë çka duam dhe këtë pastaj mund ta përkufizojmë në 1000 forma ndryshme se çfarë është Shqipëria e re për secilin e protestuesve që janë aty në shesh. Pra. Mund të jetë fundi i oligarkisë, mund të jetë ndryshimi i sistemit mediatik, mund të jetë fundi i gardhimeve, siç i shohim dhe siç duket tashmë që qytetarët. Ishte fundi që. Kakomea ishte fundit, para asaj ishte Darda, para asaj ishte sigurisht Zvërneci dhe para asaj ishte Rjolli. Duhet harruar përplasja, do thoja e trimave të Rjollit, më lërë të quaj kështu, sepse ata ishin të parët që u përplasën trup më trup me të ashtu quajtërit siguri private, do me thënë që kishte zatuar tokën e tyre, dhe që nëpërmjet shembullit tyre i dhanë zemër shumë kujt tjetër dhe janë ata iniciuesit. Pak anti-ligjore, sepse po shkojmë në vetë gjyqësi, në momente gjyqësi popullore. Mos ka rrezik për të kaluar në anarshi, për të goditur shtetin e tjerë, apo jo? Jo, sepse këtu shteti, ose të paktën për 13 vitet e fundit, kur Edi Rama ka qenë në pushtet, shteti në terma ligjor nuk ka funksionuar. Të paktën për këto raste. Para po themi, në Kakomen, nëse ka pas një rrethim të palishëm, i cilin këto ditë e protestave nis duke u hequr nga vet ata që e kanë rrethuar, ashtu si dhe në Zvërnec. Atëherë do thotë se shteti s'ka qenë, nuk e ka kryer detyrën e vet. Dhe një detyrë që nuk e bën shteti, një të drejtë që nuk ta jep shteti, populli ka çdo drejtë morale dhe kushtetuese që ta marrë vetë në dorë, pra. Dhe në një moment të tillë, përmbysje e revolucioni, pra, gjëra të tilla ndodhin në mënyrë tetë spontane. Dhe kjo shënon fazën e një procesi që nuk mund të kthehet më pas. Është thyer frika, është thyer sensi i nënshtrimit ndaj padrejtësisë dhe është vënë në lëvizje një motor i tërë, një rrjedhë e tërë, e cila unë jam i bindur që shumë afër, po themi punjavësh, do konkludoj me dorëheqjen e Edi Ramës, me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme dhe mëtej me përshkallëzimin e kërkesave, le të themi, të protestuesve. Do flasim edhe për këtë skenar. Arseda, ikën Rama apo jo? Kjo është krye pyetja e ditëve të fundit. Dhe çfarë mund të jenë skenarët për kaluar më pas, se jam i sigurt Lëvizja e Bashkë ka një skenar. Ti si e mendon? Të paktën në termat e me sa shikoj për momentin, nuk duket sikur Rama do ta japi dorëheqjen, të paktën momentalisht. Ajo që gjykoj në skenarin e mënyrës se si mund të perceptoj protesta është që skenari më i keq i mundshëm është ai i dhunshëm. Që do thotë ashtu siç e tha dhe Redi, nuk jemi në termat e një revolucioni që duhet kanalizohet si një revolucion i përgjakshëm apo një revolucion që do perceptojë në opinionin publik si luftë civile. Sepse kjo pastaj nuk do ta zhbënte qëllimin e protestës dhe të gjithë këto rezultate të marra deri më tani, e para kur protesta ka shërbyer si kupola mbrojtëse e lëvizjeve të spakut në një farë mënyre, ku protesta ka shërbyer për ndërgjegjësimin qytetar dhe kultivimin e një kulture që ne deri më tani nuk e kemi patur, të një lloj reagueshmërie të këtij tipi, ka vënë lëvizje partitë të mëdha për reformim të brendshëm dhe mendoj që në këtë prizëm do të ketë rezultate imediate, por nga ana tjetër duhet thënë dhe duhet kuptuar diçka që shtetformimi, reagueshmëria, revolucioni vetvete kulturor, kultivimi një kulture të caktuar të shtetit të së drejtës, të demokracisë, funksionimit të demokracisë brendshme institucionale, por edhe të qeverisjes, është një kulturë në vetvete, është diçka që duhet të kultivohet me kohë. Patjetër që një protest përbën pikën iniciuese të këtij ndryshimi, por nga ana tjetër ne na duhet kohë për ta kultivuar atë dhe do të ishte në opinionin tim për ata që e konsiderojnë veten përfaqësuesit të protestës, do të ishte pak e pa vend të iluziononim njerëzit se do të ha me luk floriri, pra më kupton logjikën, termat që do të vi ndryshimi, do të vi ky ndryshim në një formë të caktuar. Ajo drejtësia munguar. Patjetër që kjo do të kërkojë kohë, patjetër që do të kërkojë kohë. Nuk mund, është proces i kultivimit të një kulture të caktuar. Kemi protestë, por patjetër kjo do të kërkojë kultivim të protestave të vazhdueshme për këtë implementimin e këtij shpirti të reagueshmërisë së shoqërisë. Zgjidhja më e mirë zgjedhje parakohshme apo Në optikën time, mendoj që zgjedhjet e parakohshme do të ishin mundësia më e mirë, sepse i jep të drejtën në një shtet demokratik të garës, të gjithë futen në një garë të lirë. Nëse protesta do zgjedhet përfaqësohet me një instancë politike, lëvizje politike apo parti politike, të përfaqësimit të atij grupi aty që e konsiderojmë elektorat.
sepse në demokraci zgjedhja e vetme mendoj do të ishte kjo. Pastaj nëse do të shkojmë tek ajo teza e një qeverie teknike, kam frikën e një mishmashi të radhës, më kupton, sepse patjetër në këtë pikë për aq kosa nuk ka përfaqësi, për aq kosa aty brenda ka larmishmëri të bindjeve, të perceptimeve, kemi target group LGBT, kemi target group të kishës, të musliman, kemi partitë reja etj, që të gjithë nuk ndajnë vetvete ideale dhe kemi parë që për partitë e reja ndoshta që të bëhen gjithë bashkë është shumë e vështirë se ndahen në pikën e idealit të konceptit asaj që ata besojnë edhe bindjet që mbrojnë. Kështu që të dalim tek një e mire për bashkët në termat e një qeverie teknike, mendoj që nëse s'do kishte pastaj, nëse s'do të vinte dora e ndërkombëtarëve, do të bëhej një mishmash i madh që ndoshta do ta shpërbënte misionin e të tërës. Në optikën time gjykoj që protesta mund të përfaqësohet lirisht me një lëvizje, me një organizëm, çfarë do, përfaqësie, dhe pastaj të futeshin në zgjedhje të lira për të parë se ku jemi, sepse në këtë pikë ku jemi ka ndryshuar shumë balanca. Qoftë për partitë e mëdha, qoftë për partitë e vogla, që mund të kenë marrë kredo, unë gjykoj për shkak që Lëvizja Bashkë ka marrë shumë kredo nga protesta dhe mund dilte shumë më e fortë nga zgjedhjet. Kështu që pse jo të japim liri që mbas një riformulimi, një lloj riperspektive. Atë PD-ja dhe PS-ja janë në pikën e reflektimit, nuk janë në pikën këtu tani më që kanë shumë hapësirë për të bërë më shumë se kaq. Të reflektojnë dhe të bëjnë ndryshimet përkatëse të brendshme që duhet ishin bërë shumë kohë më përpara. Redi, cilit janë skenarët? Pra, e dëgjoj shpesh nga të gjithë edhe analistë dhe gazetarë, por dhe njerëz të ndryshëm. Nëse shkohet në zgjedhje të parakohshme për 45 ditë, siç e parashikon ligji, gjasat janë që konfirmohet kjo majorancë, ndoshta jo me 83 mandate, por me më pak, po që si ka, në funditës mund të është ky rrezik që ajo të rimandatohet përsëri. Cilët janë skenarët më të mirë mendoni ju që për të vajtur gjitha palët të barabarta nëse duke zgjedhur parakohshëm? Atëherë unë po them cilët janë skenarët e mundshëm dhe pastaj cili është skenari më i mirë i mundshëm, jo thjesht për ne, po që më dëvojnë për situatën në cilën ndodhemi. Pra ekziston një skenar në cilin le themi Edi Rama i jep dorëheqje nga kryeministër, por ama mandaton kuvendin që të zgjedhë kryeministrin e radhës. Dhe sigurisht me 71 vota do dalë përsëri nga radha e Partisë Socialiste. Një manovër që duket sikur po tenton ta bëj edhe me të ashtu quajturat zëra ndryshe brenda Partisë Socialiste, që sigurisht kur vjen puna për të votuar janë gjithmonë në rresht për të plotësuar numrin e votave për heqjen e amnistisë, për gjithçka tjetër që është e nevojshme. Po kam fjalën këtu për zonjën Spiropali. Duket serioze zonja Spiropali. Nuk më duket as qasje ndaj zotit Rama. As pak serioze s'më duket, sepse kur vjen puna për të për të votuar ligje shumë të rëndësishme, ajo është vendosur në rresht si gjithë tjerët. I pari është Auland Balla, pastaj me radhë të gjithë. Zoti Balla dihet që. Kështu që ky është skenari i parë, që qartas ju mendoj se nuk do t'i përshtatej situatës që ndodhen. Skenari tjetër është për shembull ai që flitet për një qeveri tranzitore. E them me drejti që do duhet pyetur PD-ja dhe PS-ja, sepse një qeveri tranzitore që do dali po prapë nga ky kuvend, është një qeveri që do zgjidhet nga këta deputet në fund të ditës. Dhe që në momentin që në protesta në vetvete është në kundërshtim të dyja palëve, më duket se qeveria tranzitore që del nga marrëveshja e këtyre palëve është një nonsens politik, domethënë. Padyshim që unë do thoja që